Në ushtri kemi një shprehje që themi në ushtri nuk ka gjini. Prezi i vjetër, për mendimin tim është e rëndësishme që të dëgjohen sepse të mësojnë diçka më tepër. Në ambiente të cilat dominojnë gjinia tjetër, ato pretendonin që ta nxjerrin gjithë fushën, Po. dhe kërkonin që pjesën tonë të femrave ta çonin për pozicione pune të cilat nuk kishin rëndësinë e këtyre pozicioneve ose përgjithësinë e këtyre pozicioneve. Për sfidat më të mëdha, unë do të përmendja sfidat gjatë fillimit të akademisë. Patjetër që pastaj sfidat bëhen më të vështira, por fillimisht është tepër i vështirë tranzicioni nga jeta civile në jetën ushtarake. Një grua me uniform do përballet me orarin e gjatë, do përballet me gatishmërinë, do përballet me gjendje emocionale shumë të madhe sepse ti je në burg dhe në fund dhe ti je nan, je njeri, je është pak më vështirë që të vazhdosh edhe pjesën e jetës, ta mbash edhe jetën personale dhe pjesën e punës, por që me pak sakrificë mendoj që ja del. Në polici është vendi vetëm që munden me dhon kontribut ndaj popullit tonë. Kohën kur na mas luftës jena të kyç në polici, kena pas kushtet shumë adopta. Të kanë udhëheq ndërkombëtar, nuk kena mujtë edhe ata pak kolegë që kanë qenë me përvojë të punës, kanë qenë me moshbegje të shtyër, edhe me thonë drejtën e kanë pas një distancë, shumë pak kena mujtë mu konsultu me ta. Kushdo që më shifte në përdyert të komisariatit, apo qofte dhe ata që më shikoni kur merja rrugën drejt komisariatit, që ishin të njohurit se jetonim në një qytet të vogël, më thoshin, po ç'tu desh më çu policia. Kur kanë shkuar në zyrën e shefit të komisariatit dhe i kanë thënë që unë jam emëruar këtu, së bashku me 2 shoqet e tjera që kishin mbaruar Akademinë e Policisë, ai shtangu dhe tha, ku t'ju çoj unë ju mëj vajza? Sepse ai nuk e konceptonte dot që ne kishim ardhur për të bërë atë punë siç edhe ata e bënin deri tani burrat e djemtë e komisariatit. Eksperjenca ime personale është një nga zgjedhjet më të mira që unë kam bërë. Bërja pjesë e forcës armatosur ose pjesë e uniformës. Profesioni i doganierit konsideroi sikur i takonte vetëm gjinisë, meshkuj, burra, por unë mendoj që prezenca e gruas në administratën doganore sjell vetëm ekuilibra shumë të mirë. Ëndrat e mia të dikushme ka qenë që unë doja me patjetër të bëja diçka në jetën time në mënyrë që t'i shërbeja vendit tim, kur nuk e kam menduar si alternativë largimin nga Shqipëria, edhe ku më mirë se sa në forcat armatosura unë mund të bëja diçka për të mbrojtur interesat dhe vlerat e larta të kombit shqiptar. Uniforma nuk është thjesht vetëm një veshje. Uniforma ka disa rregulla të tjera, të jep autoritet, të jep prestigj, është dhe krenari, po ndërkohë është edhe përgjegjësi e madhe. Pasionin që ti ke, nëse ti do diçka, nëse ti ndoron, nuk ka asgjë që mund të të ndaloj. Duhet ke shumë vetbesim te vetja. Mas fëmisë së 6 e kam marrë gradën e kapitenit në 2013, më thoni kohë gjatë, nuk ju kam nështru proceseve të gradimit për shkak se isha veç të rritë fëmijë. Përveç se të zgjedhë një profesion, unë do të isha shumë mirënjohëse sepse ato do të zgjidhnin edhe një mision shumë të madh. Është dhe do të mbetet për shumë kohë kam përshtypjen ndryshimi i botkuptimit dhe i stereotipit shoqëror që gruaja mundet, jo vetëm në polici, por në çdo aspekt të jetës.